Dhe ju në fakt jeni një nga zërat kryesor të kësaj proteste dhe një nga angazhimet e përditshme tuaja të është pikërisht kjo protest. A është kjo një protest vetëm për mbrojtjen e Zvërnesit, apo tashmë ka kaluar në një protest edhe kundër sistemit? Zvërneci ishte pika që derdhte të kupën e popullit tonë, e cila fatkeqësisht, kam thënë më herë tjera, ne o e kemi kupën shumë të madhe dhe me zimbushe, o e kemi të çpuar dhe ka arritur në pikën e fundore, domethënë, nëse shoqëria do ishte një dhëmb, qeveria me gjithë arrogancën e saj, pa aftësinë për të marrë përgjegjësi për gjitha dështimet që ka bërë, ka prekur nervin e kësaj shoqërie, ka prekur fundin, si thua, shkrimbja, dhe ja ku jemi sot, jo vetëm për Zvërnecin, por është edhe për mungesën e ilaçeve në mjeksi, është edhe për shumë e shumë çështje dhe padrejtësi që janë bërë qytetarëve nga veriu deri në jug, si për thethin, për rjollin, për zonat e mbrojtura, për plazhet, për rrogat, për pensionet, për fëmijët, për këtë budallikun e fundit që është kush do të ndryshojë gjinin mund ta marrë falas kurën hormonale, ndërkohë që ka pafund të rinj, të reja, vajza, fëmijë, nëna që kanë nevoja për trajtime mjekësore, për ilaçe të vërteta, jo shkallime për ndryshime hormonale, që nuk i kanë këto gjëra.